Një haker I vjedh çiftit nga Italia 100.000 euro, pa qenë nevoja e një linku. Dëgjojeni sepse është mirë që t'jeni t'informuar, por ju e kam. Mund t'i ndodh kujdo, mund të ndodh edhe mua, por po ju them sepse është mjaft e rëndësishme. Një çift nga Italia nuk kishte klikuar asnjë link, bile shikoni se çfarë bëri kjo zonja. I erdhi një mesazh në telefonin e saj. Zakonisht kur ti bën një bonifiko, që quhet pra një faturë, të vjen një mesazh nga banka, sepse ti ke të lidhur numrin tënd. Dhe i erdhi mesazhi nga banka duke thënë që ke bërë një donacion ose një dhuratë, si mund të quhet, 100.000 euro. Dhe ajo me vrap shkoi tek banka, pyeti, I tregoi mesazhin, I thanë ata të bankës, nuk ka problem, I thanë se këto janë vetëm mesazhe falso. Mos kliko asgjë, I thanë. Jo, e tha, jo, nuk kam klikuar asgjë. Dakor, I thanë, fshije mesazhin dhe kaq. Mirë po, fatura ishte bërë. Ishte bërë me kohë fatura. Me fjalë, ishte një faturë e bërë në instantane, që thuhet I menjëhershëm. Pra faturë e menjëhershme. Dhe gruaja iku e qetë në shtëpi. Pas 3-4 ditësh kërkonte që të bënte një pagesë. Dhe nuk e lejonte të bënte pagesën, I thoshte që nuk ke para të mjaftueshme. Shkon dhe futet, llogaria saj 0. Shkon tek banka dhe pyet një nga këta të bankës aty që kishte shkuar më përpara dhe I thot, mund të shikosh llogarinë? Llogaria është 0, I thotë. Ti ke bërë ndonjë tranzakcion të llogarisë tënde, thotë, ose ke paguar ndonjë shoqat tonë bamirëse? Asnjë, I tha ajo. Bile unë erdha tek ti, tha, para 3 ditësh, apo se mban mend. Gabimi ku ishte? E para njerë që ajo nuk kishte klikuar asnjë link, por gabimi mund të ketë qenë në kompjuter, askush nuk e di se çfarë ku mund të ketë gabuar. Por gabimi mund të ketë qenë ose në kompjuter, pra në një virus në kompjuter, sepse lëshojnë virusin dhe të përgjojnë pastaj në ndërkohë, që dal nga dal të kapin kur ti vendos passwordin. Ose mund të jetë me ligjet që përdorin për shembull nëpërmjet emaileve të tjera dhe nuk ndihet derisa ti të futesh kodin tënd, pra kodin dhe passwordet e bankës. Dhe ata lidhen me bankën tënde. Madje mund të jetë edhe një link I ardhur nëpërmjet WhatsAppit. Dhe çfarë bëjnë ata? Ata mund të kenë edhe një klonim të numrit tënd, mund të ketë bërë një klonim të numrit tënd, dhe kështu që ka 1 milion fakte. Pra nuk klikoj asnjë link aty tek ai mesazh që I dërguar, por u vodhën 100.000 euro. Gjithë çfarë kishin për të bërë të jetën. Bëni kujdes sepse sot shteti e di, por nuk bën asgjë, vetëm tallet me popull.